Kemi kaluar 5 ditë fushatës, kemi qenë në çdo cep të Kosovës, kemi takuar mijëra qytetarë dhe një gjë që kemi dëgjuar është se njerëzit janë lodhur nga kjo gjendje. Janë lodhur nga çmimet e larta, janë lodhur nga pasiguria. Dhe janë lodhur nga ky sistem shëndetësor që shpesh nuk arrin t'u jap shërbimet që i meritojnë. Sot në Kosovë, shumë familje nuk friksohen vetëm nga smundja, friksohen edhe nga kosto e saj. Një pensionist e pyet veten, a do t'i blej ilaqet me dozat e mjaftueshme apo do të paguaj faturat e energjisë. Një prind pret me muaj të tërë një termin specialistik. Një pacient detyrohet të kërkoj trajtim jashtë vendit sepse nuk e gjen këtu. Kjo nuk është normale. Dhe kjo duhet të ndryshoj. Prandaj sot kam kënaqësinë prezantoj zëtimin tonë të tretë, shëndetësi cilësore me shërbime më të shpejta dhe të qasshme për të gjithë. Sepse shëndeti nuk është privilegj, është e drejtë. Dhe sepse një shtet motet jo nga premtimet që bën, por nga kujdesi që tregon për qytetarët, kur ata kanë mas shumë të nevojë. Qeveria udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës do të marrë këta hapa konkret. Do të zbatoj sigurimet shëndetësore, në mënyrë që familjet të mbrohen nga shpenzimet e papërballueshme dhe askush mos të mbetet pa trajtim për arsye financiare. Në 2, do të siguroj furnizim të rregullt me borna esenciale dhe borna falas për pacientët me smundje kronike. Do të modernizojmë spitalet ekzistuese, do të investojmë në qendrën klinike universitare dhe do të ndërtojmë spitalin e Prishtinës, të përfshi edhe spitalin e ri të Mitrovicës. Do të krijojmë qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore, që reagimi në raste emergjente të jetë më shpejt dhe efikas. Do të investojmë në teknologji dhe pajisje moderne, diagnostifikuese në mënyrë që qytetarët të mos presin me muaj për ekzaminime. Do të zbatojmë programin kombëtar për kancerin me diagnostifikim të hershëm, screening dhe trajtim sipas standardeve evropiane. Do të afrojmë shëndetësinë që qytetari përmes mjekësisë mobile, veçanërisht në zonat rurale dhe zonat e larta. Do të krijojmë qendra moderne të rehabilitimit dhe kujdesit të specializuara për pacientë që kanë nevojë për trajtim afatgjatë. Do të themelojmë qendrën kombëtare për trajtimin e varësive, për ndihmuar njerëzit dhe familjet që sot përballen me këtë problem që fatkeqësisht Kosovë çdo ditë e po bëhet edhe më e rëndë. Do të mbështesim prodhimin vendor farmaceutik për më shumë sigurinë e furnizim dhe më shumë vende pune. Do të digitalizojmë sistemin shëndetësor me dosje elektronike, termine online dhe shërbime më të shpejta për qytetarët. Natyrisht, edhe shumë projekte të tjera të cilat do t'i mbrojnë qytetarët tonë nga kostot e larta të trajtimit shëndetësor. Të dashur qytetarë, shëndetësia nuk është shpenzim. Shëndetësia është investim. Investim në jetën e njerëzve. Investim në dinjitet. Investim në të ardhmen e Kosovës. Sepse siç e kam dëshirë të them unë, shëndetësia mbi të gjitha është edhe ekonomi. Sepse një popull i shëndosh është edhe një ekonomi e shëndosh. Me 7 qershor, bashkë i themi stop krizës dhe bashkë ta ndryshojmë Kosovën. Faleminderit shumë. Po sigurisht se unë jam i fushës dhe asnjë projekt të cilin e premtoj, do të thotë nuk është që nuk e ka të kalkuluar koston. Disa shërbime, normalisht sigurimet shëndetësore, ato fillimisht duhet të jetë një përkrahje prej buxhetit, derisa të krijohet fondi. Për shkak se aty do të paguhen edhe punëdhënësi edhe punëtori. Dhe do të krijohen fondet, nuk mundesh të më thonë sa është kostoja. E saktë mund të dinë sa parojmë lart aktualisht, po sa kushton mbarë sa shërbime marrin qytetarët. Nëse mjafton fondit që do të mbledhet, është në rregull. Për fillim, sigurisht se do të ketë përkrahje edhe prej buxhetit. Dhe
të investimet kapitale, të spitale, të gjitha tjerat janë të kalkuluara me detale dhe të specifikuara për secilin shërbim. Disa të tjera mund të kryhen edhe brenda kostos aktuali, po duhet një reorganizim, sidomos të çështja, ato kanë do shpenzime mall shërbime pak më shumë, po sidomos të çështja e ofrimit të shërbimeve për pacientë që janë largësi edhe për pacientë që janë në pjesë rurale të Kosovës. Jo, nuk e pranoj gjë të tillë, për moshë të papranueshme. E dyta, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për fëmijët, edhe unë kërkoj mirëkuptim edhe besoj që kam e gjithë këtë mirëkuptim të kjo lutje imja, të mediat dhe të gjithë të tjerët që me pas në kujdes vajzën e cila e ka bo një recitim çfarë ka bo se ajo është një vajzë që ne duhet me pas kujdes. Është në një moshë ku ne duhet me pas kujdes. Personalisht, prezencë tam s'kish mujt me ndonë. Garantoj dhe e siguroj që s'kish mujt me ndonë. Se për mu, fëmijët janë më e vlefshme se gjithçka. Fushata ka lënë. Edhe mandati një qeverie ka lënë. Mirë, por ne duhet ta lëmë një shihet mirë në fushat, jo një veprim i cili ka të bëjë me votave. Tema cila trajtohet pak ka shumë edhe tema privatizimit. Çka ka ndodhur që 6 vjet? A ka pas ndonjë ndryshim në procesin e privatizimit? A ka pas ndonjë ndryshim në Agjencionin Kosovar Privatizimit? Përveç se në rrugë do heqësi, do borde, do drejtora, e njëjta procedurë, e njëjta gjë ka vazhduar. Andaj është mirë me pas kujdes se data 7 qershor vjen dhe ne duhet t'i mbrojmë fëmijët tonë prej abuzimeve. Mos me leju. Edhe na mos me abuzu me ta. Veç për vazhdoj kolegut, a do të bëni ankesë në pozat? Besoj që organet kompetente në këtë rast edhe KQZ-ja, PZAP-ja do të me kry punën e vet. Tash shikoj, janë do të gjona që ka nevojë për ankesë, ka nevojë për procedurë, po daj veç janë ditë, ajo është veç publike. Ka pas ankesa edhe të organizatave që i mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe duhet jemi të kujdesshëm.